Fyerjet, shantazhet, denigrimet e bullizimet në rrjetet sociale janë kthyer në një fenomen tepër shqetësues, i cili ka prekur të gjitha grup moshat në qarkun e Fierit. Vetëm gjatë 2 javëve të fundit në qarkun e Fierit ka patur denoncime pothuajse të përditshme në drejtorinë vendore të policisë, jo vetëm nga radhët e minorenve, por edhe nga grup moshat 40-50 vjeç. Përgjithsisht, bullizmi i cili paraqitet në mjedisin e brendshëm të shkollës, po ai mund të paraqitet edhe në pjesën e, le të themi, internetit. Shkaqe të shumta, por i pari mund të përmendet anonimati. Fakti që mund të hapen shumë adresa të ndryshme, të cilat mund të përdoren pikërisht për pjesën e bullizmit kibernetik. Një tjetër arsye është mungesa e empatisë, duke qenë se nuk e kanë përballë drejt për drejt viktimën e tyre, e kanë shumë herë më të thjeshtë të shantazhojnë, të krijojnë një lloj emocionaliteti shumë të rënduar tek viktima. Tjetër arsye është xhelozia, inati i mbartur dhe nevoja shumë e madhe për hakmarrje ndaj elementeve specifik për arsye të ndryshme. Shqetësuese mbetet situata veçanërisht në grup moshën 14-16 vjeç, por edhe për grup moshën 40-50 vjeç, të cilët i shohin rrjetet sociale si mjet për të bërë njohje të reja. Kryesisht janë të prekur grup mosha, nga mosha 12 deri nga mosha 18-19, por me një fluks shumë të madh rastesh në grup moshën 14-16 vjeç, që shohim se realisht janë më të prirur kundrejt pjesës së abuzimit me të tjerët përmes rrjeteve sociale. Nuk ka munguar të grup mosha 40 deri në 50 vjeç me raste konkrete së fundit. Patjetër që po, është një grup moshi dhe ajo preket, dhe jo vetëm ajo. Në përgjithësi, cyberbulizmi është i kanalizuar në të gjitha moshat, duke qenë se është shumë e thjeshtë të aksesohet në të gjitha moshat. Përgjithsisht, mosha më të mëdha, pra se grup moshi referohet një adoleshencë e dytë, nëse do mund ta quajmë në këtë lloj forme, dhe një lloj interesi shumë i madh për rrjetet sociale, duke qenë se kanë atë pjesën që nuk duken, nuk njihen ose pretendojnë se zgjenden dhe nuk kuptohen se kush janë. Ndërkohë për psikologe Sauli, pasojat e traumave të viktimave të bullizuar nëpërmjet shantazheve online janë afatgjate dhe me pasoja të rënda. Një tjetër problematik mbetet edhe bashkëveprimi në grup veçanërisht i minorenve. Faqe Instagrami denigruese, fyese dhe banale janë denoncuar publikisht. Kryetari i dhomës së avokatisë Fier, Ermal Hamataj, tha se fatkeqësisht denoncimet në polici nuk e ndërpresin paligjshmërinë, sepse klasifikohen si vepra të lehta, por duhet patur kujdes pasi mund ta shtyjnë të dëmtuarin drejt akteve ekstreme për jetën. Për faktin e keq, denoncimet në polici nuk e ndërpresin paligjshmërinë, ose mund të ndërpresin paligjshmërinë e momentit, por nuk e ndërpresin në vazhdimsi, sepse janë vepra të tilla, thash, që nuk e detyrojnë arrestin, janë vepra që ndiqen në gjendje të lirë, dhe në këtë kuptim nuk ekziston frika që mund shkosh në burg. Dhe kushdo ja lejon vetes që të bëjë edhe publikime të rreme, qofshin këto foto, biseda apo dhe video. E teksa situata është alarmante, kërkohet më shumë vigjilencë nga të gjitha institucionet, përfshirë shkollën dhe shoqërinë.